Përgatitja për sezonin turistik në zonat malore përbën objektin kryesor të punës në këtë periudhë për administratën e zonave të mbrojtura në qarkun e Shkodrës. Përgjegjësi i kësaj administrate, Agim Darda tha se këtë vit do të ketë një vlerësim më të madh në krahasim me sezonet e mëparshme, duke përfshirë edhe shtigjet nga do të udhëtojnë turistët në Alpe. Duke shikuar trendin e viteve të kaluara mbi rritjen e numrit të turistëve kudo në zonat e mbrojtura e kryesisht në parkun kombëtar të Alpeve, nga ana jone janë marrë masat organizative që të kemi një turizëm sa më efikas dhe sa më të qëndrueshëm, që do të thotë kemi një turizëm për pa dëmtuar natyrën. Dhe për këtë arsye në të gjitha shtigjet janë vendosur tabelat orientuese mbi funksionimin e shtigjeve, do të hapen zyrat e informacionit si ajo në Theth tek Parku Kombëtar Albes dhe zyra e informacionit në Velipoj, dhe kemi të vazhdueshëm me njësitë vendore, por kryesisht me agjensitë turistike, të cilat përdorin turizmin e aventurës. Sepse dim se vitet e fundit kemi pasur mjaft incidente me turizmin e aventurës, dhe për këtë arsye ju këshillojmë të gjithë turistëve dhe agjencive turistike të cilat merren me turizmin malor që të kenë shoqëruar me guridat vendas, mos kemi incidente të ndryshme siç kemi pasur vitin e kaluar. Një fokus kryesor është edhe mbajtja pastër e natyrës për të gjithë pjesën e turizmit, dhe në këtë rast ne kemi bërë mjaft komunikime si me bujtinat pritëse në Alpe, por edhe me agjencitë turistike të cilat janë atë, sepse është e pamujtur që të gjitha shtigjet, të gjitha monumentet e natyrës që vizitohen nga turistët që të kemi vendet e pastrimit, se kjo do të thotë që natyrën do ta ruajnë vetë ata që vizitojnë natyrën. Darda theksoi se ashtu si në Theth do të punohet për ngritjen e një zyre informacioni edhe në Kelmend. Është e domosdoshme që të kemi, ne po mundohemi që një godinë që kemi në pjesën e Lepushës që ta vendojmë në funksion, dhe jemi në përgatitjet e projektit fundit për ta vendosur një zyrë informacioni në funksion, që të kemi dhe për këtë zonë, nga që e dim se është kjo pjesë e parkut kombëtar të Alpeve, të kemi një informacion të bollshëm. Megjithatë me shtigjet jemi marrë, me vendosjen e tabelave jemi marrë në këtë zahin, por sigurisht është e nevojshme edhe vendosja e zyrës informacioni në bashkëpunim me Bashkinë Malësie e Madhe. Sipërfaqja e zonave të mbrojtura në territorin e qarkut të Shkodrës arrin në 105.000 hektar, duke filluar nga Velipoja dhe deri në Alpe. Brenda kësaj sipërfaqeje përfshihen zona turistike Velipoj-Rjoll në brigjet e Adriatikut, ekosistemi i liçenit të Shkodrës si dhe zonat Razmë, Bog, Theth dhe Kelmend, nga Tamara deri në Lëpush e Vermosh.